për kumbin genetikisht, sa jemi të pasur genetikisht si kam? Kjo tim për humorista. Se? Kjo tim për humorista, unë s'guzoj me full. Për arsye shumë thjesht. A ka qenë lufta e Kosovës vitin 1300 në Bilen Sall që të ka e profesori turqisht i turko i Prizrenit. Kem pasur mi gjenram, kër bëshim humor në radio. Po, e di që i puja kesh në skenorët i këtë gjë shumë. Edhe i patemboni humorët këtil, kur hene me dhonë profesori historisë jep të shqiptarë, tha, e dirë, unë në Shqip, edhe të shanis me ligjërua. Lufta e Kosovës ka kenë në vitin 1300 në Bilen Sall. Nuk e di sadi. Edhe aty pozateti ushtria turke edhe ushtria slave. Heljaç. Edhe u kryore historisë. U kryore historisë. Sa jemi të pasur ne me profesor genetikisht? Është problem se është kjo tash një agjenci, jo agjenci, po një shoqëri shumë e mirë e Tiranës si për i bën të studime, ata nxjerrën edhe Putinin që ka prejardhje gjenetike shqiptare, që por e nxjerrën një element tjetër që thash për humoristët, sepse Sultan Murati, atë cili ka qenë në 1300-ën, nuk ka ardhur me gra në Kosovë, ka ardhur me ushtar. Ata diçka kanë bërë këtu. Diçka kanë lënë mas vetë, dikon e kanë fëmijë vetë. Ku ka bujt mas shumë ti? Se dija po, se si më konë atëherë, 1300-ën. Dhe me thonë, ka? Diçka ka, çka sa nuk kemi kompetencë, as si profesional, as si profesionist, as si shkrimtar, s'kam kompetencë me fol, veç bëj me parashiku ose me prognozu. A ne mos ne ngusmi ma shumë, veç e di që na, dhe me thonë, Kosovës kena dalë ko gjatë? Jo veç na, jo veç na. Përzirjet genetike janë absolutisht pa kontestueshme, se për shembull e ke te Ljuma, e ke një fis bugar, i shkëlqyshëm, e ke në Kovrog, e ke Malezez, të Shkodra, shkëlqyshëm, e ke në jug Vllaha, Macedon, stërjes pas është Macedon. Pse? Dhonje morit, këto grëshëtime janë dhonje morit, për shembull Berati ka bërë një herë Belgrad. Berati Belgrad, ato dy ato historiantë e profesionalizum, historiantë qetë, si tipit të Ali Hadrit, ata mund të i deshifrojnë kadale, sepse është periudhë shumë e gjatë, ka fise, ndërhyrje, ndërthurje, dyndje, ardhje. Shka është këj katuni të Tirana, që shqitore të katuni, ta e në Bosnjak të Bosis, ka në ardhë. Ndoli për është qendrë e modhe. S'ka rëzi, kresurja... Ose për shembull me Malzi, fisi Kuq, Mark Milioni, kushërit e mi, ata janë stavizuar masavikisht për një herë. Edhe, tani përzirjet fetare, vetë genetika jeme, Daud Demaku, i 5 generat, dhe me thonë, 5 zyshi, stërgjyshi, po 5 zyshi. 5 zyshi, ti ki emrin e ti? Unë e kam emrin e ti që... Daud i ri që u bo plak. A i ka qenë djali i Gaxhës, Gaxha i Obrit, ku di unë ka qenë për... Qëfar feji keni pas për të partë? Ortodoksa? Ortodoks. Fejnë e Fanolit. Fejnë e Fanolit, po. Kisha ato të valit shqiptare. Shqiptare. Para se me dole aty, kisha po qef me shku pak të aja atje që i ke pru ilaci. Qka e një të ndërtuk, dishka e komunisë, ti sa e që vjen dishka me dishka të rrë dhe me dishka të mirë për normalisht për publikun. Jo, në qëtë elementin e kërkesave të atyni që janë nevojli, se diabeti ishte i të mërshëm, unë e ka menagju mirë, po nuk e kësha pas menagju në pjesën e neurologjike, dhe kër i bon analizat në Belgjik, më doli se pa tjetër do të më shku të neurologu me morë një tablet për oksigenem të trunit, a kjo është një prej atyne krysoreve, është një gjela sativa, vaj i fara zeza. Një gjela sativa. A më nësht për kamerën prëv? Cëlla kamerë? Që kjo të valjoni? Kjo është prodhim turk, po ka prodhime shumë dhe prodhime shumë dyshimta, sepse biznis jo biznis, e këtyre fitimin, ka për shembull kur nxirret ky vaj në formën e nxehtë, në formën e ftoftë,
Kjo shitet e mira, deri qitash më e mira që kam gjetë unë. Ku mund me gjetë këto? Në Barnatore me Nigella sativa, ose farat vaj i farat zeza, pijet me mëngjes, nesër, një lugë. Kjo bën ngrohin e trupit, ajo që e ka thonë Hipokrati, ma jep një trup në zetë, edhe s'ka trup në zetë që nuk e shërej. Kjo bën ngrohin e trupit edhe ndihmon diabetiket shumë, i lehtëson. Edhe ka një përdarim të lehtë se pijet një lugë gjelle me mëngjes nesër, me një gotë ujë me pak mjaltë, se mjalta është shumë e amël, ka diabet. Me pak mjaltë, se është e ka shijen e idhë. Edhe pastaj përdoren edhe tjerat, po janë shumë tjera. Shumë, qaq shumë. E tash po përpiqem me do shoke mish një do nxënësat mi, që këtu në afërsitë Prishtinës. Bravo, që të dishta me dosh. Prishtina e ka gërmin, po gërmia është thjesht se e pluhurit Prishtinës, ndërkaq Graçanica dhe Brnica, qysh Brnica? Brnica, po Brnica. Analizat e instituteve ushtarake të ajrit, për këto dy e kanë ajrin më të mirë, Graçanica dhe Brnica. E në Brnicë jemi të bo përgatitjet me bo një restoran zakonshëm, me ushqimet shëndetshme, për, do me thome, 2 meny, për ushqimet shëndetshme për të gjithë, edhe për kërkesa speciale, me pas ushqime me porësi. Që të kemë për shembull pul katuni, të përgatitme me kujdes, se kemi gjetë një kuzhinieri fenomenale që ka kryu fakultetin e kulinarisë në Paris, ai fakultetet 6 vjeçar, ata njerë mësojnë anatomin, pastaj mësojnë kulinarin, dhe do të përpiqemi, ndoshta këto 10 ditë e bëm një hap përpara se jemi afër shumë. Hadi inshallah. Jo pa inshallah, se këtu është nëse do o vullneti tjerëve, këtu zoti s'pengon. E kush po e hop ato? A guzojna pak? Jo, se është herë se atëherë kur tjetë informojmë shokët e mes që tu keni mundësi për ato të zakonshme me qenë 100% shëndetshme, po baza do t'jetë ajri i pastër, edhe ujë. Ujë i ahut, ujë i lethis, janë 2 llojet e ujit më të mira që ekzistojnë deri sot, sipas analizave të ushtarakët, instituteve ushtarake që kanë bën edhe ish Jugosllavia edhe KFOR-i, e janë burimet e ujit tona janë të jashtëzakonshme. Bile një prej atyre burimeve, ekspertët e Slovenisë, kur e kanë bën analizat, kanë thonë më i dobishëm është ky burim i ujit se burimet e naftës në Arabinë Saudite.